Paniku I kaploi banorët e Zelenikovës gjatë natës, pasi një zjarri u afrua shtëpive në rreshtin e fundit të Kodrës mbi vend banem. Zjarr fiksit, të ndihmuar nga banorët, luftuan për disa orë me zjarrin që po I afrohej shtëpive. Mbrojtje shtesë u sigurua edhe nga vetë banorët, të cilët më parë kishin spërkatur me ujë në disa vende dhe kishin hequr shkure dhe pemë duke penguar për hapjen e zjarrit. Me përpjekje të përbashkëta, zjarri u ndal para se të arrinte në shtëpitë e para. Drejtori I drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim ka njoftuar se ka qenë I angazhuar personalisht në aksionin për shuarjen e zjarrit. Ai u thirr në telefon nga një banor rreth orës 2 të mëngjesit. Angelov shprehu mirënjohjen për banorët, zjarrfiksit vullnetar dhe zjarrfiksit e Shkupit, automjeti I të cilëve, siç deklaroi ai, mbërriti në një kohë të shkurtër. Ai u pajtua me zjarrfiksit vullnetar që t'i përfshi ata në ekipet e reagimit të shpejtë të shërbimit shtetëror të zjarrfikësve, si dhe të sigurojë uniforma mbrojtëse, çanta shpine zjarrfikse dhe fshesa për ekipin e tyre të ardhshëm të zjarrfikësve. Ndërkohë, një zjarr tjetër aktiv është në zonën e malit të thatë, në hapësirën ndërmjet komunës së Jegunovcës dhe komunës së Sarajit. Për të parë nga afër situatën këtu ishte edhe drejtori I qendrës së menaxhimit të krizave, Muhamet Ali. Ekipet e angazhuara këtu po e monitorojnë nga afër situatën dhe po koordinojnë aktivitetet për përballimin e zjarrit. Tereni në këtë pjesë është I paritshëm për ndërhyrje dhe shuarje toksore. Prandaj deri tash ndërhyrja është realizuar nga ajri. 3 avion të drejtorisë janë angazhuar për shuarjen e zjarrit dhe po kryejnë ndërhyrje në zonat e përfshira nga zjarri.